A ka mundësi që njeriu me një fjalë e saboton lumturinë e vet, hek dorë për lumturisë vet vetëm për me I përmbush ato orare ditore që I përmendëm na? Kjo bëhet në formë të pavetdijshme, nuk është që personi, individi zgjedh qëllimisht, po përzihen ato dëshirat, sepse lakmia ndonjëherë ja merr anën asaj çka na vërtet jemi dhe ndoshta ajo çka na e kishim shiju më shumë. Le të themi, ndoshta më shumë e kisha shiju një kafe me një mike këtu në Prishtinë se sa me shku edhe me postu një foto e vetëm me për Istanbullit. Po ajo lakmia që me postu ato për rrjetet sociale dhe presioni, kisha me thonë, I rrjeteve sociale, ndonjëherë po na bën që edhe këto gjanat e vogla me vendos veten këtë presion. Kjo nënkupton që definitivisht ajo që është fajtori kryesor është thjesht rrjetet sociale. I kësaj boshllëkut dhe mënyra që na jemi tu I përdor ato. Do të thonë, po shoh që njerëzit janë të përhumbur në rrjetet sociale, do të kalojnë 5-6 orë e më shumë, do të minimumi 5-6 orë ditës vet në rrjetet sociale. Janë të I hin hak kohës për aktivitete ndryshme, janë të I hin hak kohës me njerëzit, janë të I hin hak edhe kohës për gjumin e vet. Shumë e vërtetë. Për shkak se jenë në TikTok ose në Instagram aty dhe jenë shtrat ndërkohë që ke shku me fjet, edhe ti ka marrë 2 orë, 3 orë ajo periudhë. Sidomos të trit, për shkak që është po jo vetëm të trit. Krejt, Antigon, në këtë fjali e gjeta veten edhe unë, shkoj me flajt edhe thamë, sot do të flaj ma herët, edhe veç e shoh që kanë shku 2 orë, scroll video në TikTok, pa nevojshme, do me thonë që ndoshta është edhe një rutinë ose shprehi e dëmshme, po që nuk mundesh me u shkput bash lehtë. Është edhe mandej efekti I informacionit toksik dhe të panevojshëm, sepse për trunin ton, na s'kemi nevojë me marrë informacione që nuk na hyn punë. Dhe jemi të bombarduar me këto informacione, sidomos për shembull kohëve të fundit lufta dhe çka po ndodh atje në një cep të botës, çka po ndodh në një cep të botës tjetër ose një aksident që është komplet I parëndësishëm për jetën tonë, këto na e ngarkojmë veten emocionalisht me këto edhe pastaj krejt këto bëjnë që na të shkputemi prej lumturisë tonë. Mos me përjetu realitetin me një fjalë.